Hajde në Belç, provo byrek fshati. Ko Belçi? E mos ja fut kot. Shko nesër. Po ko është Belçi? Belçi, ko është Belçi? Belçi është, e ke parasysh pa hyrë në Elbasan? Me shpresë dhe me gjisë, Ti the ke shok nga në Kosovë? Kam shok edhe i kam thonë ku ka qenë që të bëhet një problem, direkt marrë armën i pajtë. Sa bukur ku ka kjo qyteti Belç, a fshat me thonë këtu. Këtë liçenin që akoma nuk ja di emrin. Shumë bukur koma që nga këtu, se kam ditë. Se më në s'po tregoni ku gjo. Sa vendi bukur këtu. Pastërti, gjelbrim, hapësir. Shtëpi, ndërtesa. Perla e Dumrese. Perla fund Dumreses, për kuptu, s'pëdi që për shumë që atje, po afrohen që tash atje. Më falë që ke kom një pytje. Si e nga Belçi? Po, nga Belçi. Belçes që nge ti. Ku ka burek fshati këtu? Burek? Burek fshati. Po, do shkosh drejt, në është një burektore këtu në shesh Belçit, lexon Bledi. Bledi, burek Bledi. Aty është. Hapur po? Si? Hapur është po? Po, hapur. Vendi bukur që nga këtu, nuk e kam ditë. Se nga Prishtina në. Respekte vlla. Me të mira, ciao. Edhe njerëz të mirë pas kam Belç. Po pse s'po tregoni ju? Ja era te pedonalja kryesore këtu. Shumë vap, se ora është 4 dhe diçka. Po që nga bukur. Po pëlqej kjo. Po shumë gjërata vjetër. Rininë po shoshëm për momentin. A kemi krokodilla këtu? O që kemi roza, patane. Sa bukra. Se një këtu. Kjo zonja më dimoj, tha, e ke këtu të pasi ciri tufa, burekun. Tha, po mundu mu la mu zhyt aty, tha, edhe nëzojmë peshk edhe ja, po nuk po duke qas i pastër për mu la. Kështu që nuk po rrezikojme. Po, në shumë po rrezikojme shku me provu një burek këtu, të qyrën fa burek i kanë këta belqezet. Pas kanë në belësira, kësi baklava, gjëra. Ura dallë. Na bëjmë me gjisë lutë më? Sa kështë të një? 50 lek? Panderit. Po shijojmë, ngrotë që ka, po shijojmë burek, për të harë burek nga Belçi. I leta burekat e jugut, që i thome. Këta burekën ndryshe për burekën Kosovë, e shumë shishëm. Në petat e holla. Është burek më shumë i mirë, shumë i shishëm. Për herë parë për provoj burek nga Belçi. Hera parë në Belç. Faleminderit, a i nga Belçi ju? Belçi na të bëjë mirë. Ha? Prishtina? Na Prishtina, krau im që kam shokën e shok besnika, bravo. Apo? Ne kemi vite që bëjmë drejt. Vi keni vite, prej cilit vit? Që nga 96 që jemi martu. Ju jeni... Pasqyri Tufa. Pasqyri jeni familjarë? Familjar. Kush është Tufa? Tufa ja. Zotria Tufa. Zotria është Tufa. Faleminderit për burek, ishte shumë e shishëm. Ti the ke shok nga në Kosovë? Kam shok edhe i kam thonë ku ka qenë që të bëhet një problem, direkt marrë armën i pajtës. Për zotin e madh. Se me ka një mur jashtë masëra, unë nuk e harroj edhe ju përderoj të tim gjithë mirën. Për zotin madh. Faleminderit, hera parë në Belç, rrugës për Berat. Wow, sa vani bukur që nga, leqep, gjelbrim, hapësir, pastërti. Wow! Edhe çmimet të burekut. Se mora, ishte qasë që mire, mora një me vetë, ju ne? Shqy që në gjumë edhe
na Kosova se kemi njerëz miq edhe e kam qef që du t'i di dhe bravo zoti madh. Hajde, ka qenë Kosovë? Kam qenë. Kam qenë edhe e kam kalu shumë mirë me ata, bile se kam unë zemër tjetër. Perfekt. Si ke emrin? Dritan. Dritan nga Belçi, po? Na Belçi, Dritan. Faleminderit, faleminderit. Mirë shumë zoti madh. Sa njerëz të mirë këtu te pastisheria Tufa. Tha si ka rap komunizmi, vitin 1990 e kena fillu kapa këtu zhëru, edhe kemi hapa të madhe, gjëra tjera, por ja bona në pyetje dhe s'po shoh shumë njerëz, sidomos Ernita, ka nikur shumë, fshatrat kanë vdekur, janë shterrur. E kështu, kur t'jeni Shqipëri këtu, në Berat, afër Berat, Elbasanit, janë sa i bora janë 20 minuta prej 40 minuta prej Tiranës, që sa bukur ky vend. Sa vendet bukura kemi na. Sa i bukur ky vend. Antika kafe. Po si mos e kështjell restorant. Po murmuron se mos po fut shi. Me fresku pak se na duhet filaka. Alright, ju përshëndes nga fshati qyteti Bleshti. Bleshti.